Përshëndetje miqtë e ekranit të televizionit të UTA, takohemi së bashku dhe në një tjetër emision të portretit. Unë këtë emision e kam më të veçantë, meqense gjithë dijen apo gjithë çka sot përvetsoj e kam marrë nga ky i ftuar që kam sot në studio. Faleminderit që pranuat jeni këtu. Ky është mësuesi im i parë, Aligje Zhbritaj, një mësues, një shkrimtar, publicist i gjithanshëm, mund të them. Dhe unë sot jam e privilegjuar që ndaj të njëjtën studio dhe kam mundësinë që pyetjet që dikur më i bëje ti, sot të t'i bëjon. Kënaqësia është e imja që kam rastin të me bëni ju ishtë nxënësja ime një intervistë tim këtu për televizionin të UTA. Që të them? Ne me qenë se... po. Unë mbushet zemra, bëhet mal, kur shohën nxënësit e mi që kanë ecë përpara, kanë përparuar, kanë arritur suksese në jetë, në shkollim, kanë mritur edhe grada edhe shkencore, edhe mjek, edhe gazetar, si që është Jonida Kovaçi Truma, sot që po bëjmë këtë bisedë së bashku. Faleminderit që keni zgjedhur mua, edhe pse unë para 6-7 vjetit i kënë 2018 me kam bërë një portret të televiziori juaj ka pasqyrua një veprimtari time jetësore, por nuk është të tepër, ndoshta të kalojmë në një qasje tjetër të portretit tim, pikërisht nga një ish nxënësja. Ne do të prekim e te për anën sentimentale, kështu, me qenë se jam edhe kam atë lirin që edhe ma jetni. E di me kemi parë jo vetëm një herë në ekranin e televizionit të UTA, por shumë herë veprimtarin tënde, arritjet tua, këto libra që sot na kanë mbushur studion. Po shkojmë pak tek fillimet, tek një fëmijëri në kraj, atje ku jeta ishte jo e lehtë. Po, unë kam lindur me 1953, shkollën fillore 4 vjeçare e kam bërë në Arnesh, pikërisht në Gjunikaj, dhe në vendlindjen tuaj ku e të lindë, një shtëpi private atëherë, ku mësuese kam pas Katarin Kolën, që edhe pse unë kam hulumtuar në arkivat e ndryshme, nuk e kam gjetë se ku është dhe ku ka shkuar e nga kraja pastaj. Në atë shkollë, unë kur në fillim, kur kam hynë shkollën klasën e parë, kanë punuar i shoqi Gjon Kola dhe Katarina dhe kanë banuar të Sulejman Sela në Gjunikaj. Pas shkollës 4 vjeçare, aty kam vazhduar shkollën e 8 vjeçare në Ostras, ku e kam mbaruar me 1968, kam qenë një nxënës, të them ashtu, i shkëlqyshëm, dhe jam regjistruar në Normalen Zeflush Marku në Shkup. Ka qenë një shkollë profesionale që ka përgatit mësuesit për ciklin e ulët të arsimit fillor, dhe unë konsideroj që shkolla normale e Prishtinës, e Gjakovës, ma heret, e normalja edhe e Shkupit, janë të barabarta me ish dikur normalen e Elbasanit, ku kanë prodhuar kuadrat të mirëfillta të arsimit në trevat shqiptare të atëherë në ish Jugosllavi. Me njëherë në vitin 1972, unë kam nisë punën si mësues i ri në moshën 19 vjeçare dhe kam punuar në Ostras në qendër, në mungesë të kuadrit të kvalifikuar, kam dhënë atë vit matematik dhe gjuhë frenge, edhe pse këte nuk e kam njoftur aq mirë, po mungesa e kuadrit kam ditë vetëm të lexoj, edhe ndonjë shumë pak, e që për fat keq sot nuk di asnjë fjalë thuash, sepse komunikimi e ka bërë vetën, kështu s'kam pas raste. Dhe kam udhëheq klasën e parë, domethënë në 2 turne. Pastaj,
shkaqet ekonomike të tilla kanë qenë atëherë që brezi im ka pas shumë vështirësi me u shkollu, se kanë qenë varfëria të iskajshme, sidomos në ata zonat rurale, si që ka qenë Kraja, pa rrugë, pa infrastrukturë, pa rrymë elektrike, e të tjera. Mua më kujtohet që hartimet i kemi korrigjuar në mbrëmje në dritën e kandilit, aty bishtukut, jo lampet me, po, me thonë një kohë kanë qenë kushte jashtëzakonisht të vështira, po megjithatë ne kemi punuar. Mandej kam vazhduar, një vjet e kam vazhduar studimet në Prishtinë, dhe kështu kohë pas kohër, një vjet punoj, një vjet shkon në studime, dhe kështu ka përfunduar shkollimi im. Pas kësaj kam punuar diku një 9 vjet apo 10 tash, diku në ciklin e lartë, në Ostros, ku kam dhënë ashtu si ka qenë nevoja, sepse nuk kemi pas edhe vendimet përhershme punët. Po kemi konkuruar bazë të kërkesave, do më thënë bazë të konkursit që është hapë, në munges s'kishte kuadër kvalifikuar dhe është detyruar shkolla që të na pranojë ne që nuk kemi qenë të kvalifikuar për lëndet të ndryshme si matematikë, tazëm, fizikë, gjuhë apo diçka tjetër. Unë kam dhënë edhe gjuhë shqipe, kam zëvendësuar një vjet, dhe mandej kam kaluar në paralelin e ndarë në Armnesh, ku kam punuar 35 vjet të rast. E kujtoj me nostalgji dhe edhe sot, kur kam dëgjuar se këtë vit shkollor asaj shkolle është dhënë Çilsi, e kam ndjekur veten keq, ma keq se sa ato që jetojnë aty. Në Kraj kam jetuar 70 vjet, se unë sot i kam 72 vjet, dhe aty kam lind, jam shkolluar, kam krijuar familjen, kam punuar, kam rregulluar. E gjithë veprimtaria jetës tënde është bazuar. Ka qenë atje, po ikja e njerëzve, shpërngulja masive e popullatës nga ajo trevë, u desht pa vullnetin tim që edhe unë të shpërngulem, të dyrohem, të vij në Ulqin dhe të jetoj këtu, megjithse për çdo shtunë dhe dili, unë shkoj atje, rri, po shoj, qetësohem, kujtoj, meditoj, e shumë gjëra tjera. Më dhimbet ai vend, por sikur gjithë neve që kemi kaluar jetën, sikur gjithë brezi jonë që ka jetuar atje, po që të bëjmë, rrethanat shoqërore kanë ndikuar që ku nuk ka... Çka do ta sillte Kraje në një pozitë më të mirë? Po, unë sot jam skeptik, sepse në bazë të studimeve dhe shënimeve të mia që kam bërë, edhe si gazetar, edhe si veprimtar shoqëror, politik në të herë, unë maj mend, s'po them me precizitet, se administrata është, kështu, statistika nuk është dhe saktë gjithë, po di që në Kraj kanë jetuar diku mbi 5.000 banorë, që sot as disa komuna, shumë komuna, bile në pjesën veriore të Malit të Zi, nuk i kanë aq banorë sa ka pas ajo bashkësi vendore atje, mbi 5.000. Kur dhe shkolla, kur kam punuar, kur kam nisur në punën, në 1972, deri në 1990, shumë vjet ka pas mbi 500 nxënës. Sot, po thonë që i ka diku 50, diçka mbi 50 nxënës. Pra, kjo ka ndikuar zhvillimi ekonomik, lania pasdore, sepse shteti nuk ka vënë dorë në atë pjesë. Unë edhe, do shta edhe një... Mos kanë qëllimet të tjera? Nuk do të hysh aty se natyra e këtij emisioni nuk është. Sikur të ishte ndonjë natyrë tjetër, unë kam argumente të tilla. Ne jemi pranë liçenit që mund ta prekim me dorë dhe nuk kemi ujë edhe sot e gjithë ditën. Nuk ka ujë, nuk ka ujë sjellës. Infrastruktura. Me 1959 është hap rruga e parë prej Virpazarit deri në Stros, ajo rruga pa asfalt. Do të thonë në derin 59 Kraja ka qenë e izoluar. Pastaj nëse themi për Krajën, shumë njerëz kanë menduar që bota është vetëm çka shihin me sy, do të thonë për tej malit është edhe një botë tjetër. Mbyllja e kufirit me Shqipëri,
hermetikisht në 48-in, kur bas të rezolutet e se Informbiro së atëshme, krajen e ka marrë në qafë, sepse qyteti me i afert i krajes dhe asaj zone ka qenë Shkodra, ku e kanë pas prej të shtëpia ku ju keni lindë, edhe deri në Shkodër e shkuar vetëm për 2 orë e gjysmë 3 në kam. Dhe më thënë shumë afert, në për malë në kam, se jore. Dhe taj trafik ujor për mes lundrave, suleve, anive, që është bërë ka qenë Shkodra, ku kranjanët e kanë blerë vojnë i gurët e sapunin, e sheqerin, e orizinit e tjerë, dhe kanë shkuar tjerë mjetë e prodhimet bujësore të shesin në qytetin më të afër. Me mbylljen e atij kufinit, ashtu ndron situata dhe kushtet vështirësohen për popullatën e atje, sepse duhej shku me anije ka vir pazari, prej Skjes në vir pazar dhe me qut me shit qërshit, feqt gështenjat në Podgoricë atje me ditë të tëra, për me mbajt familjen. Pastaj, mos harrojmë këte, se në kraj 1972 u hapë rruga Katërkohë Ostros. Filloi një farë lullëzimi, një farë zhvillimit ekonomik, u hapën fabrika e pelimit e këpudzve, u hapën shumë dyqane, maj mend që ka pas në linja nderurbane, Tivar, Ostros 2-3 herë në ditë, prej Ulqinit 2-3 herë në ditë, 1 herë në ditë prej Podgoricët në Ostros dhe ka vazhduar për Ulqin. Dhe më thënë kanë qenë trafiku urban i organizuar në atë mënyrë që nisi një farë lullëzimi, një farë. Maj mend edhe këte që në kraj, në fabrikën e pelimit, ku kanë punuar mbi 150 punëtorë, po edhe aq kanë qenë të lidhur indirekt, sepse kanë mbledh pelimin në për mare, kanë qua, kanë shit aty dhe të tjerë, dhe më thonë kanë qenë një farë lullëzimi. Po ajo zgjati shumë shkort, deri me rrjedhat shoqërore ndryshuan, plasi pastaj demonstratat në Kosovë, filloi edhe ajo frika ndoshta. Jo, ndoshta po ajo trusnia politike e shkatjuan, mandaj në 90-ta luftat e kështu erdhe dhe popullata shpërnguli, kështu që jemi në këtë gjendje të lidhemi të arsimi, se kjo është fusha ime e veprimtarisë, se shumë me njohin që unë nuk jam gazetar, ose jo, unë pension kam dalë prej arsimit. Aty e kam dhënë kontributin më të madh, e që sot e thash edhe në fillim të bisedes, që nxënësit që kam pas unë në klasë sot, unë krenohem me ta që kanë arrit në mjekësien, në ekonomien, politiken, gazetarije, shumë në arsimet e tjerë. Kur në shkollën tonë, unë të gjitha këta i kam shkruar. Dhe ata, mëse që jam marrë dhe me gazetari, kjo është një liber e parë që kam bënë gjurmet e moteve, që kam shkruar të gjitha ata që kam botu, që kam në për radio, televizion, kur kam pasin. I kam grumbulluar, i kam redaktuar dhe e kam botu këtë liber. 2010, nëse s'gaboj, po taman 2010. Ma vonë, e kam bë një liber tjetër, Udhëtim në kohë, ku i kam darë, dhe një pjesë e kësaj është në arsim. Unë kujtoj, që edhe ju e mani me si nxënës asaj shkolle, ku ka qenë një brez i artë i arsimit në kraj, duke fill të ciklit e lartë flasë. Sepse kuadri në kraj gjithmonë ka munguar, kuadri profesional. Ne s'kishim një kohë profesor të matematikës, arsimtar të fizikës, arsimtar të biologjisë, të historisë, geografisë. Mirë po u kompletua këto mas viteve 72 dhe më mrapa, e geografi ndjes pas gjysa po thuaj nuk janë ma, për fat keq nuk jetojnë ma, unë i kujtoj me nostalgji se i kam pas shok, koleg dhe dëshamir edhe të profesionit, edhe një jetën private, Muare Mardolli, Nizir Mila, Beqir Berjashi, Ismail Draga, Sjeton Maskë, pastaj Fadil Kaca, tash pa harroj, di vjen keq që eram bardhe, të tjerë dirë të Tajir Bajraktari, ku kompletohet në Skënder, që punon ende ala, Sabri Kanaqët, a ishe Gjershbritaj, ma para Ismail Doda e këto Adem Hajdare, këte që kanë qenë mësus, në ati brezit, tash brezit e artë, kam thonë, unë i takoj edhe unë dhe brezim, që vunë një risi në
mësimdhënia dhe mësim nxënësjen në shkollën e Krajës. Është një gjenerat e artë që për fat keq kam një bindje dhe një që nuk mund t'i zavendësoj me kush. Unë këtu e kam të shkruar me një dhe jam shumë krenar që e kam bo aq mirë. Tash e lexoj disa herë atëherë kur e kam shkruar, se kam besuar që e kam shkruar aq mirë, e tash kur e lexoj duket që pas kam bo një punë mirë se kam vetë aty. E shumë gjëra tjera. Në arsim kam punuar 44 vjet. Kam bërë përpjekje që t'jap kontributin tim maksimal dhe bukën ta fitoj me djersën time. Me djersë ballit. Kam përcjell të arriturat, gjithmonë kam bërë përpjekje të arriturat në procesin mësimor, dhe inovacione që kanë bërë. Kam marrë pjesë në çdo seminar që është organizuar në Maltezi. Kam me 10 certifikata ndryshme që kam marrë në këta, kam qenë pjesëtar, kam pas fatin e mirë që të jem i ndër të parët në Maltezi, në shkollat shqipe që të hymë në reformë. Mbajmend. Reforma që filloj mësimi 9 vjeçar, tash kur Klasa ime më duket ishte e pare. Ashtu, edhe pastaj gjitha këto. Mandej, kam pas edhe fatin e mirë që të bëj edhe një tekst shkollore, dua shkollë, një liber për nxënësit për klasën e parë, liber leximi për klasën e parë, me vajzën time Arlinden, të botoj enti për botimin e teksteve në Maltezi në 2021, që është në përdorim. Kjo është në përdorim, 10 vjetë, kjo është një tekst që e përdorin shkollat shqipe në Maltezi, që kjo është ai libri. Për mua nderë, sepse kam menduar që të tjerët dinë ma shumë dhe mund ta bëjnë, po jo, kështu që ma ofrua kjo mundësi, u gërshetua me këtë tekst përvoja dhe brezi i ri. Për ndryshe si familje, mund të them jo që unë burra me familjen timit, ngushtë dhe të gjërë, sepse ne jemi 4 vëllezër, po të gjithë janë shkolluar, pa i vogli që është profesor e Universitetit në Prishtinë, ka mrit gradat shkencore më të larta në kimi dhe Zagreb edhe në Tiranë, ka doktoruar shumë i ri, dikun moshën 30 vjeçare, dhe është 2 mandate ka qenë edhe dekani Fakultetit Shkencave Natyrore. Dërsa familja ma gjë, dërsa mirë e arsimit kanë qenë baba im pjesë pas, edhe pse ka qenë gjysën alfabet, ka dash shumë shkollën dhe përparimin i përgjithshëm të shoqërisë. Ka qenë gjys klerik, se s'po tham klerik, edhe besimtar, por nuk ka qenë një fundamentalist, them kështu, po ka qenë përparimtar, sikur edhe gjithë brezi, baballar tanë të brezit tonë që në kanë shkolluar. Sot kanë ndryshuar kohët. Dhe në familjen Maxhan ne kemi 3 doktorat shkencave, mjek, specialist, jurist, inxhinier të kompjuterave, është mësuese arsimtare, profesor, shoqja ime është profesorese gjuhës shqipe dhe jo ka dalë në pension. Nëse është profesoresha e parë nga Kraja, që ka marrë universitetin, edhe jo është pension, thash edhe një herë. Pastaj mjekja parë femër është po ashtu në familjen tonë, edhe specialiste parë që tash t'i ka specializuar. Kështu që nuk po tham këtë që burëm se ka edhe të tjerë, po për mos që kemi... Në atë kontekstin një i përmbusht. Në atë kontekstin një përmbusht. Shumë e shumë tjere punojnë edhe në vendlindje, edhe në Kosovë, edhe kemi edhe në Amerikë. 2 eksperte, 3 vajza që punojnë në ekonominë amerikane, edhe në shkollën amerikane. Kjo është ajo veprimtaria ime në arsim, pa thamë, nëse ka mund të përfshi diçka, sigurisht që kam lënë shumë, pa thamë, jo për vete, po për brezin tim dhe të gjitha ta që i takojnë këtij brezi. Brezi im ka qenë brezi i artë i arsimit në kraj. Tes mund ta
them me plot gojë. Ky është një ribotim i librit, Shkolla në kraj 1929-2019. Para këtaj në 2014 kam pas një tjetër, i njajtë që ky por 2029-2009. Kështu unë e kam plotësuar këte dhe në praktë e pensionimit edhe është promovuar se kam dash me shti dhe 10 vjetë të fundit të funksionimit të shkollës në kraj. Në këtë liber, unë kam përfshi të gjithë nxënësit që kanë kryer emrin dhe mbiemrin në klasën e 8. Këtu mund të keni edhe ju emrin, që e kanë kryer dhe po ashtu edhe të gjithë arsimtarët dhe mësuesit që kanë punuar në kraj ndër vite. Nga mësuesja e parë deri në 2019. Është një dokument që shkon shumë, kam pas diku 1000 copë, i kam falë gratis, tash i kërkojnë, po s'kam ku me i marë. I kërkojnë njerëz sepse gjejnë emrat dhe gjejnë shumë gjëra. Është një kujtim i bukur, një kujtim i bukur dhe i kam shpërnda dhe biblioteka. Po ashtu, për gjatë periudhës karrierës time në shkollë, kam qenë për 18 vjetë redaktor i revistës Valet, ku 4 vjetë e para kanë qenë doktor Ismail Dodë dhe Aisha Gjishbritej, ma avonë, Smajli shkoj dhe ajo bo kry redaktore, unë redaktore, këna u theqë deri sa kam dalë në pension. Në atë kuadër, talentet që kanë pas talent për letërsi, janë 3-4 nxënëse, para shumë vite, që kam bërë dhe një përmbledhje të tyre, që u promovuar në Ostras para se dita sa vjetëve. Dhe edhe tash në fund, këtë vetë, kam konkuruar në një konkurs, kam aplikuar, marrë domjete dhe kam bërë të gjithë, kam ba një përzgjedhje të grupit letrar Buzuku që funksionoj pranë shkollës me vite, që nga viti në vitit 70, kur i ndjeri Ibrahim Berjashi punoj 2 vjetë dhe javu emrin ati grupi letrar Buzuku. Kam ba një përzgjedhje që kam hasë në arkivet e revistës dhe edhe ma herët të ata që nuk pa darë revista ku kanë met në grupin letrar, ma që sa më kanë lejuëm edhe sa më kanë pas materiali, kam bërë një përzgjedhje dhe kam bërë një liber Rrugtim yjesh. Edhe me të vërtet konsideroj që të gjithë ata që kanë filluar gjizat e para i kanë dhenë pikrisht në atë shkollë dhe kanë vazhduar pastaj rrugën jetësore dhe kanë arrit mjaft. Ka mundësi që u kërkoj ndjesë të ndonjërit që nuk i kam gjetë dhe kanë arrit edhe në fushat tjera, po që nuk kanë pas afinitet për letërsi. Ajo është edhe ndryshimi. Ndryshimi që mund tjetë në këtë drejtim. Përkundrazi shumë zënës nga kraja kanë dalë me po thuaj se 80 ose 90% janë të certifikuar me diploma. Po tjetër, po janë edhe me titull shkencor, me akademike, shumë vjen mirë. Unë një vetin Grenar që kam qenë pjesëtar i asaj shkolla, ati institucionit edukativ arsimor. Në këtë drejtim, se ditash po më kujtohet se unë kam edhe një morë, diçka ma tepër, po... Në bisedën, para se të fillonim këtë emision, më the ishit edhe gazetarë. Unë nga shkolla fillore, aty ku ndam pjesën më të madhe të ditës, ta themi kështu, e kam ditur që merresh me revistën Koajavora, apo që i kushtosh me ato botimet tuaja të erëpashershme, por se ishe gazetar nuk më ka rastisur, apo nuk e kam thelluar atë ta marrë atë informacion. Afinitet për të shkruar kam pas qysh në shkollë fillore, pastaj në normale, po nuk kam pas guxim të... Ka qenë situatat si kena qenë të ndrojtur
një brez i ndrojtur atëherë unë spaku, po me fillim mas viteve 90 filluan ta proceset shemi amurit e Berlinit e këto demokracia, të themi kështu, filloj të pak të jemi ma të lirë dhe frapen edhe redaksinë e gjuhën Shqipe në Maltezi. Ishte një radio e Malit e Zi, Radio Titogradi atëherë, një vetëm emision që ka qenë në gjuhën Shqipe. Pastaj ka qenë edhe një revist Koha për kulturë, artë dhe shkencë që është botuar në Titograd në formë libri. Edhe aty po aty kam botuar poezit e para në Malëzia. Ma heret i kam botuar në revistat e Kohës në Kosovë dhe në Maqedoni ku jam shkollua. Dhe mirë po filloj Kronika e javës. Ishte një mision një javor, gjysor në televizionin e Malit e Zi. Në Thirin aty kam pas një shok Zev Gjyrafçaj, ishte redaktor, sa kishe me pranuat në reportash për ndonjë ngjarje këtu në Karaja, unë ndoshta një përvojë të madhe gazetareske nuk e kishte dhe se kishim asnjë, se të pak ishin ata në atë kohë. E pranova me gjithë dëshirë dhe vini ato me kamera, bënim nga një emision dikur për ndonjë personalitet, për ndonjë fshat, për ndonjë aktivitet tjetër, dhe kështu nisi ajo fillet e para. Për do me thënë, janë diku mas viteve 90 ku fillon Kronika e javës. Ajo zgjerohet, pastaj bëhen edhe lajmet, vjen Mozaiku, kam qenë deri në 2012, kam qenë për një 10 vjet gazetar, kështu bashkëpunëtor i televizionit e Malit e Zi. Mandej Radio Teuta ka qenë Selin Toz, Dino Ramovic që ka pas atëherë në radio, edhe aty kam bashkëpunuar me te dhe me televizionin, po ashtu Teuta edhe kur ka qenë atje në Toz Selin edhe kur ka ardhë këtu në Ulqin, derisa ka qenë Dino Ramovic. Mandej më angazhojnë edhe Radio Tivari, kur rihap emisionin e gjuhën Shqipe, në edhe Radio Ulqini, të radiot lokale, kam bashkëpunuar me të gjitha këto mjete. Pastaj, në ndjeri Sim Dobreci, me shoqatën Buzuku, nisi iniciativën dhe bëri revistën Buzuku. Edhe aty kam qenë redaksi, antare e redaksis, deri në fikjen e saj, në formën fizike, shkruar, kështu se me siguri tash ekziston në formë elektronike, nuk kam informacion. Edhe ma vonë, edhe në Gjon Buzuku, që redakton Gjet Plebgjoni, edhe jam edhe sot e kësaj dite. Kam shkruar pastaj edhe për Fatin, që ishte një revistë atëherë redakton të ndjeri Ibrahim Berjashi, kohë pas kohë, ndonjë nga kraja, në një reportazh, në një shkrim, që kanë qenë fillet e para, po ma aktiv kanë qenë në televizion. E pastaj me kohën javore, bashkëpunoj edhe sot, vazhdimsi, shkruaj diçka, botoj rregullisht. Po thuaj se s'po them më shumë, po 10-15 artikuj, deri 20 artikuj mund t'i botoj në vjet, se javore është, nuk botoj për çdo numër, kuptohet sepse edhe po të botosh njëjtit në një gazetë, bëhesh ndoshta edhe monoton një farë mënyrë, s'po tham kështu, thoj se. Po, sidoqoftë, vazhdoj të shkruaj dhe ku gjej ndonjë temë, jam përvish, tash jam duke punuar, kam edhe kohë ma tepër, tu i mbledh mikrotoponimet në zonën e Krajës, kam mbledh shumë, sigurisht që edhe të tjerët, me siguri i kanë mbledh para mirë, po unë nuk kam pas rast të lexoj. Po jam edhe shtyrë nga ato që mirën me këtë çështje, që të shkruajmë diçka sepse ajo zonë po fiket ditit, po mbulon harresa. Sepse toponimet dhe mikrotoponimet i din vetëm njerëzit e vjetër, që kanë një moshë më të vjetër se unë, dhe gjuhëtarët, edhe barit. Po ku me i marë sot ata kam dek. Bile, për vitin e ri që shkoj, isha në Amerikë, atje i kam mbledh prej 2 grave të moshuara,
do mikrotoponime që kur si kishim mujt me qetë. Dhe me thonë, sepse në kraj çdo vend, çdo shkam, çdo gur e ka nga një emën të vogël që ka. Ato bëj përpjekje që ti mbledhë. Sa do të kem sukses, sa do të kem shëndet edhe jetë të bëj, po një këtë detyrja kam vu vetën e sa mundem. Kam ledhë mbi 2000, shohim sa do të bëj. Dalë në teren, takoj njerëz, ta që i din paka shumë, mundoj me shenu, që të mos të mbes biu brezit e ri, që edhe atje ka jetu, ka pas jetë, diku, dhe ato mikrotoponime na mësojnë shumë për të kaluarën e asaj treve. Po, në prezentimin, në fillim të emisionit tash që jeni gjithanshëm, jeni marrë edhe me politikë, cila ishte qasja juaj, si ishin fillimet në fushën e politikës? Më parë do theshe se politika, në qoftë se ti nuk merresh me politikë, do të merret ajo me ty. Unë i dola ballë, thash, po merrem unë pak, jo, në mënyrë profesionale, le të jem një farë aktivisti, që të bëj diçka nëse mundem të jap atë kontributin tim. Dhe me 1990, me ardhen e pluralizmit në Maltezi, u rrashtoha në lidhjen demokratike në Maltezi, ku kam qenë aktiv 24 vjetë, prej 1990 me formimin e saj, deri me 2014. Ku në këta fatkohor, 16 vjetë kam qenë kryetari degës e krajës, prej 1998 dhe 2014. Shumë gjatë që jashtë, por askush nuk e pranon të dhe vete se dhe me mburje dhe kënari thanë deri sa ajo deri në 2014 ka qenë dega ma e organizuame të lidhjes demokratike në Maltezi. Këtë e thamë me plot gojë. Rezultatet e saj janë të pamohueshme, janë të shënuar edhe në këtë libër Udhëtim në kohë. Jonë, bagazhi jonë politik që na dha votuesi, kemi bërë personale askush nuk mund të bëj, se vetë në qoftë se nuk ke një mbështetje në bagazh politik, një votuesi ta dhënë besimin, kemi bërë përpjekje që të dominoj fryma e tolerancët, mirëkuptimit dhe e zhvillimit të përgjithshëm të shoqërisë, zhvillimit ekonomik, kulturor të gjitha. Jo individi, po të përfitoj shoqëria e mira e përgjithshme. Në këtë drejtim, saja kemi arrit, ata dyte unë nuk jam ta vlerësoj, nuk di, por di një gjë që në kohën kur ne kemi qenë, jo unë vetë, unë kam qenë njëri, kryesia, strukturat e saj kanë qenë aq mirë të organizume që në atë kohë janë pjella ati organizimi është edhe manifestimi në fillim të verës që 33 vjetë për mahet rregullisht, edhe dita e kështenjave që për fat mirë po vazhdon, por nuk ka qenë lehtë atëherë, sepse atëherë njerëzit e kanë parë këtë ditën e kështenja skepticizëm si kur e organizon partia, se organizon partia, ka organizuar edhe atëherë bashkia lokale, po bashkia lokale ka qenë jona, sepse na kanë shumicë atje. Sot nuk ekziston dega më atje. Me 2014 në shkon Rami, nuk do hyjë në pjesë. Pse? Sepse nuk është natyre e këtij portretit tim të them këto. Në këtë mandat, pra prej 24 viteve, kam qenë edhe 2 mandate këshilltar në komunën e Tivaris, ku kam bërë përpjekje që të shtroj problemet në kuvend, s'ka i nevojit e në krajës. Nuk kena gjetë përkrahje të pushtetit i Tivarit, se kur të kishin gjetë një përkrahje, me kohë, dhe të kishin pas kërkesat tona të arsyeshme, si se shujësillësi, infrastruktura, e të tjera,
sigurisht që ndoshta nuk kështë qenë migrimi aq i madh nga kraja, sepse gjithmonë prioritare kemi pas ujë. Tash të flasim ma gjatë për këtë temë, ndoshta nuk është edhe vendi dhe rasti, po një temë tjetër mund të flitet dikur nëse ka. Po. Për ndryshe, do shta ke pas nërmend edhe të më pyesish, po unë po ta them përpara, unë jam marrë me shkrimi qysh në bankat e shkollës fillore. Kam pas dëshirë të shkruaj, të pasqyroj, të la gjurë, kam bërë monografi, kam shkruar, por më ka flenë në shpirt e bukura, poezia. Më kujtohen edhe do poezit tuaja të vjershat të fëmijë si i keni bërë atëherë. Jo vllaznit e mi të tjerë që i kujtoj me nostalgji. Jam frymzuar edhe nga ju, nga fëmijët, nga te. Kam bërë edhe një libër vogël për fëmijë, megjithse aty është dash të punoj ma shumë edhe kam mund, por çka do njerëzit shohin botën përmes vargjit edhe rrethana dhe në kushtet e ndryshme. Unë kam filluar të shkruaj që në normale, po s'kam pas guxim botaj. Ma vonë, diko ka 72-3, kam filluar të botojnë zërën e njësë për parimi dhe revista që kanë qenë në Kosovë, Pioneri, edhe në Macedoninë e Veriut, sot atëherë Republika Macedonisë. Kam pas një përmbledhje motet, që është motet e kam botuar që kjo është... Ndër librat e para? Kjo është libra para, motet, që kjo është libra motet para, që e kam botuar, po shumë vonë, por poezit e para në Mallxhi kam botuar 1978, 79, në revistën atë, që ti thash për letërsi, art, kulturë dhe çështje shoqërore, koha. Në këtë periudhë isha dhe nxënësja juaj. Me siguri. Dhe pastaj kam vazhduar me kohë pas kohë, kam botuar edhe poezi tjera, libra tjera, atë ishtë botimi jem personal. Pastaj më kam ba Nata me Hën, që është botimi Asociacioni Tulqini, ku ma redaktuar Bahri Brisku dhe ndjeri Fadil Krajt, të dy të ndjerë, pra që ndrit, e Rahmet, që po thonë, dhe gëzim që ta ko ma bërë, ajo dhe ma botoj, kjo është libri im i dytë me poezi. Pastaj bot mashtrimi, e kështu me radhë, diku kam 7 apo 8 libra me poezi. E fundit është Nata me Hën, që o promovuan këtë verë, në Ostras, edhe në televizionin tuaj bile. Kjo është ajo veprimtaria ime botuese. Kam pas fatin e mirë, që pjesë nga krijimtaria ime poetike të jetë edhe kjo libër që e ka botuar enti për mjetet mësimore, tekste dhe mjetet mësimore në Podgoricë, që në bibliotekën Savremenik me 2021 dhe është promovuar po atë vit në panairin e librit në Tiranë. Falenderoj me këte redaktorin, Dimitrov Popović, që punon, është një profesor i gjuhës shqipe, që punon në entin për mjetet dhe mësimoret në... Ki hasur vështirësinë në mbledhjen e mjeteve? Të shti, unë gjakonisht sot janë këto vështirësie evidente, po në konkurse, që unë përmes shoqatave nuk kam konkuru asnjëherë, kam konkurru si individ dhe kam fituar mjetesh nga 2-3 herë ose 4 nga Ministria e Kulturës, edhe nga fondi, fondi për rujtjen dhe zhvillimin e pakicave, edhe ky fondi për pakicat në Maltezi. Këta i kanë financuar, kam edhe dy me mjetet donatorëve të ndryshëm dhe mjetet mia personale
që kam. Sa ishte vështirë gërshëtimi i gjitha këtyre fushave me jetën personale? Dëgjo, unë e lehtë nuk është, po unë kam kënaqësi të shkruarin dhe frymëzimi më vjen se po të shkruash, po mua spakut, unë nuk mund të ulem që tash du me shkrua poezi. S'mundesh. Mua një ide me sillë diko dhe atëherë për me mende një maj një çantë me vetë, një lapsë dhe atë i shkruaj 2-3 fjalë, pastaj unë e shkruaj poezinë për qefit. Edhe si më vjen ashtu, natën, ditën, varet, Me sekunda ndoshta arrin që ta... Me sekunda dhe pa unë. 2022 ishim 50 vjetorin e maturës në Shkopë dhe shkova në Prishtinë, aty të konvikti studentëve dyshetit, me njëherë mosull jeta studentore dhe i kryova një dy vargje dhe më doli një poezi e mrekullueshme. Ose hyna në shkollën e lartë pedagogjike dhe aty takova një shoqe të grupit atëherë, edhe ajo që dia punon të aty, nuk e di, se pyeta më, po dhe njëherë thash, unë kërkoj gabimet në teoremen e Pitagores. S'ka, po do thotë kështu, më lindin ato idetë vetë, ose kur dalë në Ulqen, këtu në plazhin në Ranë, shikoj kalane dhe aty me njëherë me del. Isha tash se unë kam marrë pjesë në shumë festivale të poezisë, në Pej, në festivalin që organizon këtë trekan si Malizi, Kosovë, Shqipëri, Teuta, në Pej, në Ulqin, Kruj, kam qenë pjesëmarrës në Pranvera Dorsake, 3-4 herë kam qenë në Lezhë, bile kam qenë para një jave të dhe fitova dhe një certifikat me njohje, si me kaluën, dhe më thonë, ku kam dërguar ndonjë poezi, ndonjë konkurs që kanë hapë, për çudi se di as vetë, po jo që të lavdroj vetën, po nuk e di prej 100 poezive, gjithmonë kanë kaluar të mia. Këtë rasti i fundit në Lezhë, të grupi të shoqata letrare, do të gjetja, 81 poet kanë arrit, në 35 kam kaluar dhe poezia ime shkova, siguruar mjetet të shkova, paraqita dhe ishtë kënaqësi, se unë nuk shkoj të marrë shpërblim, unë shkoj të lexoj, të shirim, të takohem me shok, me gjithse brezi i ri tash e kam marrë, pak shok në kanë met të brezit tonë, sepse ose janë nga mosha, ose kanë ndruar jetë, po që do qoftë, unë ala, se thonë zemra dhe thonin nuk plaken kur, unë ashtu, ala mundoj të maj vetën me një farë kondicionit fizike dhe intelektual dhe të kontriboj maqë sa mundë. Në basë pensionimit dhe që akoma vazhdoni atë veprimtarin tuaj si të shkrimit, ashtu dhe të publikimit, por shkojmë pak tek një pjesë më personale. I një bërgjësh, në tregoni pak për atë pjesë. Faleminderit shumë. Unë jam, sa me thonë, 5 herë gjësh. Njëherë këtë pjesën e parë. Në ambientin ku unë punoj, është 4 faqet e murit janë të mbushura me libra. Dhe me thonë, pasi që jemi edhe shoqja ime, edhe fëmijët, unë s'kam tret asnjë libër. Kam edhe një dokumentacion arkivor, edhe nga arsimi, edhe nga politika, edhe nga veprimtaritë kulturore, i kam grumbulluar, edhe proces verbale, edhe shënime zyrtare, dhe tashti shfletoj me, dhe gjej do gjëra që ndoshta për momentin nuk kanë vlerë, po nesër do të kenë vlerën më të madhe, sepse janë shënuar diku. Dhe në atë ambient, unë edhe mbledh edhe këto një mes dhe një nip që e kam të shtëpia. Mesën në klasën e 6, ma shalltito këtu, është një nxënëse e mirë, po thonë të arsimtarët, deri tash e shkëlqyeshme, dhe nipin klasën e 2, që është
po ashtu. Si e shohin ato gjyshin e gjyshe? Gjyshin janë të lidhën shumë me mua, sepse gjyshat zakonisht i duhen shumë nipat dhe mbesat. Unë jam tip që nuk hidhërohem, i dëroj shumë, ja që da ma fëmijën që... Edhe nga përvoja? Edhe nga përvoja, kam punuar shumë vjetë me fëmijë, kështu që kam edhe të tjerë gjytë vajzave. Sa ke kontribuar në ato hapat e para dijes tek ato, me qenë se edhe mësues? Nuk e di sa kam kontribuar gjithë, edhe në gjuhë Shqipe që s'jam i për profesionit, më përfarë më pysin mu, gjysha pa më tregon këte se nuk e marrin këte se sa shoqen time, të më thonë kam një afërsi shumë të madhe me ta. Kontribuaj, që i ndihmoj, zakonisht unë tash para ditet, zakonisht mas ditit është nipi, vajza para ditit, i mera me ta, aqë sa më lejojnë koha, sa kanë nevoja ta, me gjithse unë ndihmojnë edhe prindit. Po kohë hasin do një vështirësi, ata unë ndihmoj se alo, më duket, edhe pse kam 6 vjetë që jam pension, më duket që alo jam në klasë, në kabinet atje. E kam atë ndjesin, akoma në të shkollës, të ati ambientit ku jam rritë. Po fëmijet? Fëmijet e mi? Po. Fëmijet e mi kanë rritë mjaft. Vajza e madhe është në Kosovë, jeton, ka ba master në ekologji, titull shkencor, ka punon në Ministrinë për Komunitete, nuk punon në profesionin e saj, o mirë. Vajza e dytë ka krye mësuesi në Prishtinë, ka qenë një mësuese e mirë, edhe ka kontribuar dhe ajo, ka bërë dhe një libër të profesionit, metodat e mësim dhenjes në arsim. Këto po fati e deshja ajo, ka punu në Shtaj, është bashkë autorin e mu për këte libër, është cilësua si mësuese e mire, kanë angazhuan edhe enti për shkolla, edhe qendra e provimeve, në shumë aktivitete të arsimit. Ka shkruar edhe ajo shumë artikuj për kohën javore të profesionit, jo jashtë, jo publicistik, po në Amerikë është, punon në shkollën amerikane, shkollë fillore, ndihmës asistente, ja kanë pranuar, po thonë, një pjesë të diplomes ka, sepse ajo e ka kryer në kohën e umnikut, ka njoftë edhe gjuhën angleze, prej 200, se zgaboj, 240, asa janë kredi, asa ja kanë pranuar 180. Dhe ta shtyja ajo atje punë, por mban edhe mësimin në shkollën Shqipe që organizojnë 3 shoqatat, Kraja, Ana Malit dhe Olqini, që man gjuhën Shqipe atje tash sa vite që ka shku, 3-4 vjetë sa janë. Dërsa djali është jurist, punon në komunë, jeton me neve, të tjeret, dhe kjo është ajo një farë, unë me qoqen aty kemi kaluar të rjetën në asim, kemi plotësuar njëri tjetrin, nuk kemi me marrë me punë të tjera, pasëm me punë të arsimit, edhe ajo ka pas suksese, sidomos në aktivitetet e lira që ka organizuar shkolla, ka organizuar mbi 50 shfaqje teatrale, ka redaktuar valet për shumë vite, grupet e recitatorëve, që edhe ju e keni nderuar me çmime që kanë organizuar Fondacioni Studentët disa herë, dhe me thonë një punë e ka bërë edhe ajo të madhe në drejtim, po që do qoftë një moshë vjen dhe duhet të shohet brezit e ri që ata vazhdojnë. A ishtë kjo shkëputja e vështirë? Po, unë i marë... Ndoshta ju keni shkuar me gradualisht? Unë kam shkuar në 67 vjetë, deri në fund e kam shfrytzuar mundësit ligjore. Vështirë, nuk është e vështirë, i vetëdijshëm njeriu që ka ardhur një moshë, një kohë, dhe unë kur mrapa nuk e kam kthyer. Me të kem nostalgji, kam nostalgji se duhet me qenë i ri, me qenë pos,
Po ishte i vetëdijshëm njeriu që të vjen një moshë që ka ardhur koha që duhet të pushoj trunit, pushoj trupi e të gjithë, sepse është një ngarkesë puna. Fillimet, shisha edhe në xhansit në gjumë, nga një herë si nuk. Fillimet e para, tham kur atë vitin, kur kam danë pension në vitin 2000, zgjohesha në njëjtën kohë, sikur se më bogatit shkojnë shkollë. E pastaj, gradualisht, me kalimin e kohës, njeriu po unë ku shkojnë astas nuk e la pa këthyje. Edhe kam këthy nërmnesh, po tash me keqare nuk kam, s'kam me këthy vetë të shohin. Me të shohin me ta shkollën si objekt. Kjo është, po thëmë, paka shumë ajo që më kalon punë, si do qoftë, konsideroj që e kam të i kaluë vetë në këtë drejtim. Do shta edhe përkundër përgatitjes shkollore dhe mundësive të mia, kam bërë përpjekje që të jap maksimumin. Edhe aty ku s'kam ditë po kthehem edhe në fillim, në klasë të larta kur kthehem, s'pakut kam mund me qenë edhe kam bërë përpjekje që t'jem nxënësi më i mirë i klasë, jo arsimtari, nxënësi më i mirë i klasit i mësoj të tjere. Nisur nga kjo, unë kam pas gjithmonë edhe suksesi. Kur në jetë nuk kam shkuar në klasë pa përgatitje. Dhe më thonë edhe sot e kësaj dite i ruj me nostalgji, shfletoj, i shikoj ato përgatitje që kanë bërë për orë të mësimit. I preferoj edhe mësuesve, arsimtarëve të ri që pa përgatitje nuk shkohet në klasë. Sot nuk e di, edhe një gjë do të them. Nëse është, unë kur erdhë kompjuterat që dolën, mosha jone kishte vështirë t'i kape këto. Po, ndryshim. Unë e kam kapë kështu, nuk e kam mësu me liber. Sikur bicikletën që mësa njëroj se haron, unë ashtu e shikoshe dhe villëshe për e të tjere dhe kam mësu. S'kam pas nevoj me i thanë dikuj. As në ditarën elektronik me qitë notat, as në bën planet dhe programet, as këto revistat elektronike. Edhe sot e kësaj dite e përdori. Maqë sa më lejojnë aftësitë dhe mija, jo sa jo. Se ju dini që di, sot me bën dina ato mjesa dhe një PM, që unë si di ato gjara, po dhe me thonë, e kam shfrytzuar edhe teknologjin, derisa kam qenë punë, s'kam pas nevojën e dikujt me që të rrallë janë të moshës time që mund t'i kape, sepse plaket truni njëriot. Unë falenderoj shumë për këtë bisedë. Me keqardhje them që do doja të vazhdoja dhe me gjatë, sepse unë këtë emision më shumë jam kënaqur duke dëgjuar një rrëfim se sa kisha atë rolin e gazetares. Unë falenderoj shumë që pranuat të ndajmë të studiu së bashku për rrëfimin, për shfletimin e librit të jetës suaj. Unë jam mirënjohës, faleminderit shumë, Jonida. Keni qenë sinqert, do të përmendë vetëm një rast, unë nuk harroj alo. Një herë në klasën tuaj e ke marrë një notë 4 në gjuhë, ndërsa Blerina, nëse zgaboj 5. Dhe thash, Jonit, ki po pak da gabime gjuhësore, nuk dija sa të kujtohet, po e prandaj se përmbajtja e hartimit është e mrekullueshme, po të gabime gjysore pak ta ka ullë. Një gjysë notët se 4 plus se di se, ja, thasështë, Blerina është ma mirë se unë. Sinceriteti juaj, edhe sot, e thamë disa herë që kam pas në zënë sinqert, që e kanë vlerësuar, edhe tjetërin që është pak në aman nivel, me gjithë se nuk thamë që nuk keni qenë një nivel. Modestia, me ndoj, duhet shumë modesti, por shprehje, edhe ju keni pas shprehi për të shkruar. Nëse zgaboj, ju keni marrë edhe një shpërblim, një çmim në një ditë në kështenjave.
Para vitë 2 që ka Para 2 vite. E të lutë. Pra dhe me thonë, edhe kjo është edhe i lexoj disa në kohën në fillimit, ato vjershat të fëmijë që i keni shkruar, vjen jashtëzakonisht mirë që kam pas në sens të tillë, si ju të tjerë. Faleminderit shumë edhe një herë, por nuk mund të rri pa falenderuar edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që ndajnë minutat nga koha e tyre të qëndrojnë përpara ekranit ton për të ndjekur emisionin Portreti me mua Jonida Truman. Faleminderit edhe një herë, takohemi javën e ardhshme në po të njëjtën orë, në po të njëjtin ekran. Deri atëherë, mirë mbeç.